Ukraina dhe SBA-ja nënshkruan mbrëmjen e të mërkurës marrëveshjen e promovuar nga presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump, që do t'i japë Shteteve të Bashkuara akses preferencial në marrëveshjet e reja të mineraleve të Ukrainës dhe do të financojë investimet në rindërtimin e Ukrainës. Të dy vendet nënshkruan marrëveshjen në Washington pas disa muajsh negociata. Sekretari amerikan i thesarit Scott Bessent dhe zëvendës kryeministri e parë e Ukrainës, Yulia Sviridenko, u shfaqën duke nënshkruar marrëveshjen në një foto të postuar në rrjetin social X. Sekretari amerikan i thesarit tha se marrëveshja sinjalizon qartë angazhimin e administratës Trump për një Ukrainë të lirë, sovrane dhe të begatë. Përveç kontributeve të drejtpërdrejta financiare, Shtetet e Bashkuara mund të ofrojnë ndihmë të re, për shembull, në sistemet e mbrojtjes ajrore për Ukrainën, tha zëvendës kryeministri e parë e Ukrainës, Sviridenko. Drafti megjithatë nuk ofronte ndonjë garanci konkrete të sigurisë amerikane për Ukrainën, një nga qëllimet fillestare të Kievit. Ukraina është e pasur me burime natyrore, duke përfshirë metale të rralla të tokës, të cilat përdoren në pajisjet elektronike, automjetet elektrike dhe sistemet ushtarake. Ndërto janë depozitat e titanit të Ukrainës që përdoren për ndërtimin e krahëve të avionëve dhe në industrinë ajrore, si dhe uraniumi, i përdorur për energji bërthamore, pajisje mjekësore dhe armë. Ukraina gjithashtu është e pasur me litium, grafit dhe mangan, të cilët përdoren në bateritë e automjeteve elektrike. Minierat globale të mineraleve të rralla aktualisht dominohen nga Kina, e cila është përfshirë në një luftë tregtare me SBA-n pas rritjes së ashpër të tarifave të Trump. Ukraina ka gjithashtu rezerva të mëdha hekuri dhe gazi natyror.